بين بان الأجراع ورامة ولعلع من قلب صب. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والمصلحين، والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله në lartësuar, falenderoj prej Allahut, falje dhe ndihmë kërkoj. Salavat dhe selam mbi krijesën më të mirë, Muhammedin alayhi salam, dërgoj mbi familjen, shokët dhe gjithë besimtarët që e ndjekun rrugën e tij deri në ditën e fundit. Sot me lenin Allah do të flas për një temë që besoj se është shumë e rëndësishme. E kom menu gjatë këtë temë se mëna më qasë për e shumë anëve, po kjo që kom përzjedh besoj se është qasje e duhun e që na animon shumë mu përgatit që shdohet për ditën e daljes para Allahut. Titullin e ka tema Dunjaja është shumë e shkurtë. Ibn Qayyim rahimahullah kur flet për këtë temë thot: Dunjaja është nefes, është një frimarje prej frimarjeve të ahiretit. Pra prej se kur o kriju dunjaja, që ka njerës në tokë, e deri njerën e fundit ngjason me një frimarje shumë e shkurtë. Po për me pa sa është e shkurtë, vllazërit e mi ta paramenojnë veten sikur se jena pas 100 vjetë. Jena tani në vitin 2036. 2136, pas 100 vjetë. A ka dikush në mesin tonë që të rrëllon që është gjallë? Pa dyshim se jo. Krejt jenë banor dhe varreza. Krejtve na bëhet shumë e qartë destinacione përfundimtare. E shohëm me sy që shka ardhë Bukrat e Uashia, që familja Faraonit e shët dënimin me ngjesën mbrëm. Ka ardhë në hadith se njëre shefen në vetë në xhenet me ngjesën mbrëm, ose në xhehenam me ngjesën mbrëm, dhe e din sakt se ku ka me shku. Pra na bëhet e qartë çdo sen që sot jena të lexu, jena të menu, jena të dëgju prej hoxhallarëve tonë, e kena të qartë. Është kry dunjaja, jena të prit për mu llogarit në ditën e kiametit. As nuk jam unë, as nuk je ti, as nuk është vëlla jot, as nëna jot, as baba jot, as fëmija jot. Krejt kanë me te. Dikush prej neve e një gjyshin e gjyshit vetë. Stër gjyshin, 4 gjyshin, e një. Ja. Më thonë, qka din për ta, një 10 fjallë më na folë për ta, ose një faqen, nuk din. Ku e ka shpin, së din. Ku e ka robat, së din. Që ashtu pas 100 vjetë s'ka më ditë për ty, as për më kush. Në shpinë që je, të jetoj njerës tjerë që ty si njehis. Si ke pokur, as të kam pokur. Janë krejt gjenerata të reja, që ndoshta mes neve aty janë 3-4 gjenerata. Pra njeri e kupton realitetin e kësaj bote nëse ju qasët për një qasje që këtu je shkurt, shumë ma shkurt se sa qetu minu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur folke për këtë temë, e vizatej një shkretin një katror të vogël, e vizatej këto, një katror. Pastaj e boni një vizë shumë gjallë,
që te ka leke 4 orë. 4 orë i vogël, edhe një vizë shumë gjonë, mes 4 orë. Shumë gjatë. Pastaj bëni disa vizë të vogla anash 4 orët. Dhe tha, ky 4 orë është jeta e njerit. Kjo viza e gjatë që e ka të kalu jetën është shpresa tina. Se dhe ta bëj edhe këto, edhe këto më kam jetë edhe kja. Ta shkum bo një kërë, dhe të me shqitë to me bë një pak më të mirë, e kom bo një banet dhe të me bë një për me shumë shira, e kom bo ta një vilë, tani një, që kja është ato mendimet, po jetë është të shkurt. Nësa këto vizat anës, sot janë sprovat që e godosin njerin, sikur se e godet shigjetat trupin e njerin deri sot të myti. Sprovat nuk jena kriju për me jetu për gjithmonë. Ta shtë nëse e morëm dhe e shikojna që të pasuni që sot e bojna. Lodhëm shumë për të, vojna shumë për të. Allah në rujë shumë për njerëzve fatkesisht edhe ty në kredi për me bo një shpije, për me bo një banesë. E shumë tjerë fjedhen, e shumë tjerë bojnë mashtrime ndryshme për marrë të kjo pasuni, që ndështë a vetë se sheneq. Kanë me shiu shumë njerëz tjerë që kë heq si një është lodhë shumë edhe ata heq si lodhë për me arritë atë lëkës të cakton. E ka shkatru ahiretin e vetë, të mënu me nreq një dynja që nuk ja mund të zënë Zotin, ndoshta me shiju që ato që vetë është të mënu. Ndaj, vllaznit e mi, kur njëre e kupton qëtë realitet, edhe kur e kupton fjallën e Hasan al-Basriut, që ti je vetëm një grumbull ditësh, çdo ditë që shkon një pjesë e jotja. Kupton një gjasën me një diçka që është të largu. Sikur se një shishe e bën e vrim në vogël edhe bjen uje nga dal dhe i sos met më ujnë të heq. Që është të jena na. Nëse që këtë dynja bëhet shkaktar me hubë xhenetin Allah në rojtë. E që xheneti është këtë kundër kësoj që thash. E para një krahasim i shkurt, dunjoja është të shkurt, ndërsa xheneti nuk është as 1000 vjet, as 10.000, as 100.000, as 1 milion, as 100 milion, as 100 miliard, as 100 triliard. Po më e bukura që është fol për xhenetin për Allahut është khalidine fiha abada, të jenë për gjithmonë. Gjithë. Kur mos ka rrezik se ti ki me ndonë prej tina. Për këtë shka kur pyetët Imam Mahmedi rahimahullah se kur njëri gjendra ati të të prevendos kamën e ti djathë në xhenet. E dini pse? Se s'ka këthim mrapa. Nuk ka ma. Hyni djathë e majtë e pasën mos nëjtë. Më përgjithmonë të. Në dunjo, plakum, në xhenet pejgamberi të njerëzit janë në gjatësinë e Ademit a.s. në bukurinë e Jusufit dhe në moshën e Isës a.s. kur është ngrit 33 vjeçar. Pastaj thot, nuk ju vjetrohen rrobat e tyne, as nuk vjetrohen, nuk ik rinia tyne. E ke vjen që mas 300 triliard vjetëve të i ri, ale 33 vjetë. Kur 34 s'kemi bo? Kur? Kur s'kemi flejt? Kur s'kemi shqetsu? Kur menja për dikën kesë s'kam të shumë? Në xhenet nuk ka varreza, nuk ka spitale.
nuk ka vujtje, nuk ka lodhje, nuk ka asë gjatë kësaj dënjoje që të shqetësen. As nuk është ditë, as nuk është natë. është mëngjes e mbrëmë. As nuk është nxehtë, as nuk është fllëf. është gjithë stabil. Çka është xheneti Allah? Aja vlen për që dënjashim, mas 100 vjetë, kërkush nuk din, as qysh e kena pas emnin, qysh na nuk dine për gjyshrit tonë para 100 vjetë. E kërkush nuk është në këtë botë që ti e nje që kam jetu mo. Aja vlen për që të botë, ka që shkurt. Në 2136, më dalë me po, pe qasoj perspektive, me hupë që të xhenet. Dunjaja është me shqetësime, me vujtje, me lodhje, me krejt këto që secili prej neve përjeton. Me skamje. Në xhenet s'ka. Në xhenet njerëzit krejt janë mbretër, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum muluk, gjithë do t'jenë mbretër. Dhe ai që e ka pushtetin më të vogël në xhenet, ai fukaraja i xhenetit. E ka sot dunjoja edhe 10 herë, që bjen sot 11 herë dunjoja. Sot 11 herë dunjoja. A ka dikush në dunjo që këtë dunjoja konë e tita? Jo. A dhe me ka ndo me hove, pas taj me fmi. S'kishara për ndo me dikën. Amo në xhenet. Ti nuk i kun kunet, se cilë e kom mbretnin e vetë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, del njerë dhe e shem mbretnin e vetë. Sa 1000 vjetë, largësi. Pastaj ndon në hi me këqyrë që konë xhenet. E mas një kohë të jetë gjatë e përfundan. Pastaj kthehet edhe kur gjës ju kujtohet. Se xheneti pej se ka kriju Allah, i ka thonë të zajjeni, bënu i bukur. Zbukura. Pejgamberi sa më thot kur dalin njerëz në treg për me mbledh diçka, edhe kthehen. I tojnë gratë të tyna, i në këthy me ftyra më të bukur se që keni dalë. Edhe ata jo tojnë grave të tyna, ju kena gjetë më të bukura se që ju kena dalë. Moment qest, gjithë shkën të zbukur. Jo veç ti, po edhe pallati, edhe shtëpia, edhe çdo sen që posedon. E ke po atë lullin e vogël që e shenë qësh, e din se e konë ma zvysh, këtë visë shkanë të zbukuron. Kur s'ka nevoj për kujdesin tënë. Njerë pejgamberi sa se mjë palke njerëzve për xhenetin. Njerëz të pytin për xhenetin me kuptimet e dunjas. Pasi që ku përfundan imagjinata njerëzore, fillon xheneti Allahut. Po, se cili u qosët me aqë sa i ka dhonë Zoti. Dhe sa përndryshëm kam pas një jetë shumë modeste, ka shineve sot që e kemi. Njone prej tyne thot, ai dërguni Zotit, thot, unë jam bujk. Kom qef me mjell. Thot, atë dit mjell, atë dit rritet, atë dit e kur. Thot, s'pas në mu unë të kur. E një bedojnë, e një pejlarë të thot, vallaj, kë garant është ose muhajgjer, ose ansar, se na bedojnë të nuk punojnë. Në nuk merë me punë. Ose një tjetër të thot, dërgun në Zotit, a ka kalli në xhenet? Thot, po, veç fluturat. Pra ju qasët për një kandë që e s'ka po kur, a s'ka një kur të fluturu kalli. As i ka shku menja kur që mund me fluturu një kalli. Ose ka dhejve dhe po edhe fluturan. Pra qasja pejgamberi dhe se më karshit dunjas. është qasja që njëri do të mu bogati për me lanë. Thëjke, idha asbahtum, fela të në të edhërur mesa. Kure zgjohni, më se prit një mramin. Po kure mrini mramin, më se prit një sabah. Pastaj, para gjdo namazit gjithashtu sallu salatul muwaddi'. Falin si kure namazit i fundit që ju pa falin. Kjo ishte qasja për janësën. Ose ndonë kure bëjna paras me flej. Nëse
zgjohem më mund të më zgjohem si besimtar, nëse më marrë shpirtin si besimtar. Por është një lloj gatishmërie, fjetja që të mënesh më rapa ju më zgjo. Andaj që kjo është realiteti i kësaj bote, vëllazni. Nuk ja vlen për të me humb ahiretin. Nuk ja vlen. Po çka ja vlen? Kur e dina që këtë dunja ka qështu. Cëllë motor do të mundes dhe na motore që na shkurt këknumne të japëm maksimumin me arrit kënaqësinë e Allahut edhe me shku në xhenet. Nëse një njeri ka një vëlla, edhe vëllana ka multimiliarder, po vetë është i varfën, s'ka pasuni. Edhe i vëllai vetë ka me dek, tash mjek të thojnë smut shumë ka me dek, shumë shpejt. Më në jamës. Qysh jetën kë? As ka fëmija, as ka kujna mjellon këtë e ka nënshkru që pasunia mi dalë këti së des. Qysh jetën kë? Pa thatë, sa gajle dhe mës me pas, bëna i dane me shtë që kam që në mas një hove, po bëna miliarder kësmet. Kajtë andërën e kostë që ka me bu me atë pare. Qysh ka me blej kire, qysh ka me blej pasuni, qysh ka me bu. Edhe sahabë që qështë e kam pas. Ju në kom me kom dunja, po me men në xhenet. Për që taj sahabiju, kur i merë atë hurme në dorë, në betejën e hundit, edhe për nga merë, se më i dërgu një zotë, me hund me ndorë, dënë me hund. Të sa është lërë xheneti. Xheneti është nën Uhud. Dhe me sa për shahudin, bjen luft, shkën xhenet, i shahur me t'i gjumë, të s'kam ku. Edhe nisit për luft. Edhe që ke vëllazni, nashtë një lej kurejshje, në zemrët tona një lej vullneti që me bo qëmës për më arrit kënaqësinë e Allahut, me shiju atë xhenet që Allah ka përgatit për besimtar. Folja veç një aspektin e dunjas edhe xhenetit, ka aspekti i bukurive të xhenetit edhe i shëmtisë dunjas. Dunja në gjuna rabë është një ndeni, diçka ullët pa vlerë. Po një aspekt shumë më i mirë se sa këtë që folja është aspekti se keme po Allahun azza wa jalla. Tash këto asë në xheneti me këtë bukurit e ti, karshi, kësoj kënaqësie, nuk e ka rëndësinë e vetë. Pejgamberi alaihi më thotë, mos me konë mëshira Allahut. Ju kishë gërdit xheneti kër e shuën njështë. Nëse kje krije, së shka që bukur, po kriju që njësoj. Njerës të Allah në kanë me po, Ibn Mesudit të gjithë pramë të ditën e gjuma. E ka orën hadith kanë me po, dy herë ditje. E kje dy herë ditje, disa komentojnë të thënë, në xhenet ka veç me në gjësë mërome, pra kanë me po gjithë. So hërdoj. Që kjo është vllazërit e mi. Si ja vlen për asnjë haram dunjas, e për asnjë epsh dunjas, e për asnjë gjatë kësaj bote. Na me hub këtë knasi, na me hub thirin kur na thirr, ju na dal munadizu, ja ehle l'gjenne o banor të gjennet, haja ala zjar, hajlin vizit. Kanë me vizitu Allah. Si ja vlen për kur gjëtë kësoj bote, na me hup qatë rast. Andaj që kjo është aja që mendojna, t'ju qasëm ahiretit që është kanë qenë qasët porve tonë. Kanë punu për xhenet, të mos menu kur gjë për këtë bote. Zatën, vetë jeta pejgamberit asë është mësimi më i mirë, vdesja nuk la gjo, përveç një shtog, një ibrig, edhe një robë që veshki. Që është? 2136, këtë telefon që kisë prishet, dalin tjerë, këtë kërë që kisë sigrogër për shkatrohet,
këtë shtëpi që e ki, në dhomen të që flan tjetër kush. Tjerë janë. Në atë ullësën ku e kanë largu, kanë le tjetë. Kur që jo që s'ku të fatë. Andaj të lojnë athera në gjuhën të mira, që kur dalën para Allah në ditën e gjykimit të krenohen dhe thonë hadha, kjo është libri i punët të mira. Faqra'u lexana. Lexana librin ta. Atë mos bën prej atyre që Allah na bën hor ditën e takimit me ta. Të na thonë, pse unë jam kon mas pa vlerit atë. Janë dy rrugë. Rruga e udhëzimit edhe rruga e devijimit, cilën do të marrëm na jena përgjes. Kur fletë Allah për dunjan, thotë kullu men alejha fan. Gjithë shka që është në të, shkatrohet. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, dhe mbet fytyra e Zotit të në bujare. Nuk po thotë vdesin veç të varfnit, as veç të pasnit, as veç mbretnit, as veç djetarët, as veç gjemat jo krejt. Kull, ama gjithë shka, veç shaj mbet. Kjo perspektive e qasjes tonë ndaj ahiretit, besoj se në ndihmon shumë. Kur Allah e përshkruan dunjan, thotë i'lamu annama al-hayatu dunya la'ib, dini se jeta e kësaj bote është lojë. Wa lahwun wa zina, është la'ib, është lojë. Çai bën lojë? E ke po kur e keni kerr, lojë. Kerr i vogël lojë. Qa do kështë lojë? Qa i bjenë së është për ime? Qa për thëtë Allah në dhije që këtë dënja së është për ime? Qa është leho? Knasi e vogël, knasi. Knasia së gjithë, moment. E vazine, zbukurim. Kush kone mëj më zbukuru? E keqë? Plaka do të më shminku për më duke mirë. Që vëtë zbukurim e bukura sone vëtë. Ka përmen 3 gjona, 3 fjallë, që ty më ta ngun në shpirt realitetin e dunjas. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, dhe është lavdim mes juve, e mos ty kush po bën më shumë pasuni e fëmijë, që këtë dunja. Pastaj e merr një shembull shumë interesant, sikur se shembullin e bujkut, i cili mbjell e një orë është e gjelbër, pastaj aja merë ngjyrë të verë, pastaj bëhet hutame, as gjësohet. Dhe më thonë, mërana 3 mujve, që është ka qenë një frut i mirë, për shumë një domatës, një patatës, tash nuk mbet kurgjë. Që kjo dunja nuk mbet kurgjë për i soj. Edhe pse i dunjoja jetën shumë së tje. Nëse ajo së mbet me krejt këtë jetë gjatësi e ti, me krejt këtë jetë shkurtësi, pastaj në fund thotë wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, edhe nuk ka kjo bëhet kurrë. Vese një knasi e përkohshme. Knasi mashtruese. Ghurur është diçka mashtruese. Diçka që nuk ja vlen kurrë për ta. Aja tjetër na bën qartë Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, çdo person do ta shijojë vdekjen. Krejt këto ajete do të më na bënë neve një lloj pasqyre të qartë se çka po presim me kësaj bote. Andaj, s'po du me zot shumë, për fund shërbej kjo ligjërata, këto fjalë me kriju një mendim të bazuar në Kur'an dhe Sunet, një koncept mbi dunjan. E që ky koncept me lejen Allah azza wa jall ka më dhënë frytet e tina ditën kur dalëm para tij. Kush e merr dunjan siç e mëson Zoti,
i qasët ahiretit që shë Allah dhe. Dërsa kush dunjone zmadhën ma shumë se që dohet, sa zmadhohet dunjoja, paksohet në shpirtin, në synin, në jetën e ti, ahireti. Andaj nësë Allah na mundësoj me jetu në dunjon që shkan jetu të parton. E të na falë Allah në ditën e takimit me ta. Na mundësoj me qenë kënasia e Allahët për secilën prej neve projekti jetësor. Pse të jetën, për me arrit kënasinë Allahët. Kështu kanë jetu të parton dhe arretën radiallahu anhum wa radu anhu. Allahu kënas me ata dhe ata u knasën me Zotin, dhe edhe na si pas të ustyne. Kjo është fillim e mbarim misioni i jonë që na onë këtë botë, Zotin me adhurum dhe me fitu kënasinë e ti. Wa ridwan Allahi akbar, dhe kënasia Allahut është me mollë së gjeneti. Pas të gjeneti ka fillim e mbarim, ndërsa kënasia Zotit s'ka as fillim as fund, është cilësia ti. Andaj të bëjna gjithë qka që mujna, edhe gjithë qka që e shumë të pa mundur, të levizëm çdo guri për me bëtë mundur, për me arrit kënasinë e Zotit tonë. Zotë falë më shërona, Allah bashkëna në gjenetet e tua, që në me shumë këtë vend, wa akhiru davana, anilhamdulillahi rabbil alamin.